Mirëmëngjesi, zgjohu me MCN. Sot kam menduar të përgatis një raviolit të bërë vetë, duke filluar nga baza që është brumi që bëhet vetëm vezë fshati dhe miell, me një mbushje të thjeshtë me bazë peshku, pak ricota dhe pak parmigiano. Tashi do fillojmë të bëjmë petën gati. Kjo do na duhet të kaloj 3-4 herë në procesin e hullimit derisa të jetë e gatshme për t'u gatuar. Petën do shkojmë duke e hulluar deri në trashësinë që na duhet neve. Tash jemi në gjirën e fundit dhe është gati. Tani jemi gati për të bërë mbushjen. Vazhdojmë. Okej. Do lagëm pak me ujë që petët të ngjiten njëra me tjetrën. E rëndësishme është mbyllja e mirë e petës, që brenda mos ngel ajër, thjesht të jetë mbushja siç shikohet. Okej. E të jetë sa më ngjeshur peta njëra me tjetrën që kur të zihem raviolit mos të kemi rrezik që të na hapen. Edhe japim formën që duam. Këtë rast është kjo. Okej. Dhe i kemi gati për zierje. Ku tani do kalojmë procesin e gatimit. Do e gatuajmë së bashku. Atëherë, për të filluar me recetën e raviolit, do na duhet pak a shumë, kjo është një recetë e krijuar nga vetë unë, 3-4 karkaleca tigër, në këtë rast kemi 3 sepse janë pak më të mëdhenj. Pak zjalp, krip, majdanoz, piper, verë e bardhë dhe pak lëkurë limonit. Do fillojmë direkt me pastrimin e karkalecave. Direkt. Për gjithë ato që kanë vështirësi në pastrimin e karkalecave, unë I pastroj në këtë mënyrë. Do më thonë,
kishte gjithmonë në qendër të kakalecit dhe ishte lëkura në krahin e djathtë. I pastrojmë gjithmonë edhe të zezën që kanë zorën të mbrenda. Okej. I bëjmë copa të vogla. Dhe do i kalojmë për skuqje. Nezim tiganin. Hedhim pak vaj ulliri ekstra. Dhe shumë pak zhalp të freskët. Atë shtojmë kakalecin. Dhe këtu ndërkohë kemi brodën e peshkut, që bëhet nga këto kokat e kakalecit tu, përfitojmë këtë lëngun e peshkut. Ndërkohë ne kam përgatitur më përpara dhe është gati. Skuqim pak kakalecin, derisa të marrë një ngjyrë pak më të kuqërremt dhe duhet shuhem me pak verë. Ndërkohë, bolitori është i ndezur dhe mund të hedhim dhe pastën, sepse salca nuk është se na vonon shumë. Raviolit edhe këto duan 3-4 minuta për të zier. Janë të freskëta. Okej. E shuhem pak me verë. Në 2-3 sekonda që vera të avulloj dhe mos të njëgjojmë shijen pastaj. Do i shtojmë pak nga brodoja peshkut. Okay. Brodoja i jep shijen edhe më shumë të kakalecave. Për të shtuar shije, unë preferoj edhe pak lëkurë limonit, se brodoja është pak si ëmbël për shije, kjo sikur e rregullon pak ëmbëlin me thartën. Raviolit i kemi gati. Okej. Do t'i lëm 3-4 minuta në tigan që të marrin shijen e brodës dhe të kakalecit. I rregullojmë dhe me krip. Pak piper. Atëherë, jemi gati drejt fundit. Shtojmë dhe pak majdanozin të freskët, në fund gjithmonë që ta lëshoj freskin para. Okej. Tani jemi gati për montimin e pjatës. Ravioli është i zier, kremoz. Okay. Kemi zgjedhur pjatën pak më të madhe, po s'ka problem, na falet. Okay. Perfekt. Atëherë, vetëm për djegësit e zgjoh me MCN është kjo pjatë fantastike, shpresoj t'ju pëlqej receta dhe ju bëf mirë.
Mirëmëngjesi në zgjohën e MCN. Unë jam Aleksandër Koleci dhe sot do përgatisim spaghetti carbonara. Për të përgatitur këtë recetë do na duhet pasta jone freskët, që është spaghetti, 2 kokra vezë fshati, parmigiano, krip, piper, na duhet dhe guanciale. Atëherë fillojmë direkt me guancialen. E pastrojmë nga lëkura, kjo ka një lëkurë që do i hishet komplet. E pastrojmë dhe do e presim kubeti. Okej. E presim në formë kuadrate. Okej. Guancialen e kemi gati. Edhe ndezim tiganin. Flaka do na duhet gjithmonë e ulët për të rreshkur guancialen, të jetë rreshkur nga jashta e butë nga brenda. Ndërkohë që skuqim guancialen, do përgatisim vezët dhe parmigianon që kemi këto. Na duhen 2 të verdha vezësh. Okay. Shtojmë parmigianon. Piper. Razojmë. Herë pas here e përzijem që guancialja mos na digjet dhe të rreshket mirë. Kjo kërkon 2-3 minuta kohë, derisa guancialia të rreshket ashtu si duhet nga jashtë dhe brenda të jetë e butë. Edhe pak jemi gati. Guancialja është gati, e do ta heqim. Është rreshkur ashtu si duhet. Në tigan shtojmë pak ujë. E jemi gati për zier pastën. Atëherë, spaghetti është gati për të zier. Kërkon 2-3 minuta, sepse spaghetit e freskëta, domethënë kanë kohë më të shkurtër të zierjes, e pastaj do e kalojmë në tigan. Atëherë, spaghetin e kemi gati, do e kalojmë në tigan edhe për 2-3 minuta tjera. Shtojmë edhe kripin, edhe do e përzim për rreth 2-3 minuta, derisa të bëhet edhe kremoze. Okej. Atëherë, jemi gati me spagetin. E rëndësishme është që mos të jetë shumë e lëngshme,
sepse do na bëhet ujë pastaj për ta përzim me vezën dhe me djathtin. Okej. Atëherë e fikum. Sekreti tjetër është që veza nuk do t'jetë asnjëherë në një tigan të nxehtë. Do ta kalojmë pastën në një tigan të ftohtë që veza mos të zihet, mos të skushet ose si i thonë nga gjitha mënyrat tjera. Shikoni? Veza. Kjo janë një kremozitet. Okej. Kjo është perfekte. Edhe kemi gati për servirje. Vazhdojmë montimin e pjatës. Edhe i shtojmë edhe guancialen. Për gjithë ndjekësit e MCN-s, shpresoj t'ju ketë pëlqyer receta dhe ju bëf mirë.